koncentrohet në një i asocion komunat sërbe, krijon bashkësime komunave sërbe, e që është një mod sheri nga e cila friksohet si partia e cila e ka negociuar këtë marrëveshje, pra së dikur ti personalisht, por edhe nga partitë opositare të cilat tashmë kanë një hezitim ndaj kësaj autonomie e cila e ka lënë pra edhe kushtetutin e Kosovës për dokumentin. Aktualisht, Kosova është kandidatur në Ballkanin Perëndimor, që nuk ka hapur ende kandidaturën e tij për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe aplikimi i saj prej 4 vjetësh nuk është shtuar asnjëherë. Legile politike u kanë letur edhe dy vite pas përbërzimin e listave kandidatëve për deputet të cilët u zgjaruan në zgjedhjet e parakohshme të Kuvendit. Oh, dear player, you might be wondering, what is happening? Well, now it's time for you're doing fan. Great job. That's right. You did good. Come here and get your prize, a quarter. I'm sorry, but that's all I have. Problem one. Good one. Great job. You better get back here in the hall. Nuk rekonohet në subjekteve të mosshme politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e shtatëshorë. Është 27, prej të cilave 22 parti politike, 3 koalicione, një nismë shtetare dhe një kandidat i pavarur. Këshillëzorët e përgjithshëm aktualisht Gonna take your cane. I'll take that. It's mine now. I've had enough of the hall. Oh, dear player, you might be wondering, what is happening? Well, now it's time for you good one. Great job. That's right. You did good. Come here and get your prize, a quarter. I'm sorry, but that's all I... Problem you're doing, you better get back here in the hall.
Sweep, sweep, sweep! Sweep, sweep, sweep! Looks like it's sweeping time. Expertele polizice Jugosove kanë vrasje të cilat për shumë sot në vende të specializuara Jugosovës në rastin kundër atentatit të Timsmakaj, Isnikilajt, të Pazliut dhe Hajreti Kuçit, specialistë për transmisimin e audio. Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Ekspertja australiane e cila është dëshmitare e mbrojtjes në gjykatore ka se në mungesë të një transkriptuesi në gjuhën shqipe, pasi që ajo vetë nuk e njeh gjuhë, përdori inteligjencën artificiale. Avokatja e Hashim Paqit, Sophie Manelon, kërkoi të di se si kishte vlerësuar audiot pasi ekspertja nuk e di gjuhën shqipe dhe dëshmitarja ka se në mungesë të një transkriptuesi që flet shqip, përdori transkriptuesin e inteligjencës artificiale. Ju mund të kërkoni të testuar. Të cilët janë të dëshmueshëm, janë dëgjues shumë për videot e ka dëgjuar. Kuaja atyre eksperti i lingvistikës forenzike, Helen Fraser, u përgjigj se do t'i duheshin të paktën 2 fitil, por jo thjesht për transkriptim burokratik. Po gjithë paktën duheshin. Paktën 20 metra krasin duo. Jo thjesht për pranuar do të për transkriptim të normave. Në këtë rast, dëshmitarja deklaroi se inteligjenca artificiale nuk mund ta zëvendësojë transkriptuesin njerëzor. Great job! You got all the notebooks. Now escape as fast as you can before it's too late. Let's try. Ready? Go! 1, 2, 3, 4. Wow! Get your key. Ready? Go! 1, 2, 3, 4. Wow! That's great! Let's play again! Nuk e di nëse do të ishte do të ishte pjesë e kategorisë personale që unë përmenda më herë. E shqipërimit të audio të padukshme. Let's try. Let's try. Let's try. I want to play with mine.
outsmarted me this time, but you mark my words, I'll be back. You will see. sabotaggio